Një ditë i dërguar i Zotit lartësuar u mëson besimtarëve një dua, një lutje e shkurtër, mirë po e quajti atë Sayyidul Istighfar. E quajti këtë dua të shkurtër e cila përmbledh disa fjalë, mirë po me kuptime madhështore, e quajti zotëria i kërkimit të faljes. Zotëria i kërkimit të faljes. Pra bëhet fjalë për një dua që përfshit disa kuptime, në anë të cilave robi i drejtohet të madhërishmit, Allahut të lartësuar, dhe ka rolin kyç, kryesor, ndoshta atë më të rëndësishmin në të gjitha ato lutjet që njeriu mund t'i drejtojë Zotit të gjithësisë. E keni parasysh zotërinë në një familjeje, të një fisi apo të një bashkësie të caktuar, në momente të vështira, në situata të veçanta, të gjithë njerëzit rrotullohen rreth këtij njeriu. Pra presin me pa durim orientimin e tij, zgjidhjen që do japi, propozimin apo diçka të tillë. Këtë rol ka dhe kjo dua, ka dhe kjo lutje. Sikur të gjitha duat e tjera, në një farë mënyrë sikur kanë nevojë për të. Pra u mungon diçka që e ka kjo. Pasi është ky zotëria, që ka diçka më tepër se sa pjesa tjetër e shoqërisë, edhe kjo dua sikur ka diçka që ndoshta është më e plot, më e përforcuar se sa të tjerat. Dhe është duaja e mrekullueshme ku profeti alayhis salam thot, dhe jep përgëzimin e madh, që ai i cili e thot gjatë ditës dhe ja cakton Zoti dhe ndoron jetë përpara se të ngryset, përpara se të bjerë të zërë mbrëmja, do të jetë në xhenet. Dhe ai i cili ndron jetë, pra ja caktojnë që t'ia dorëzoj shpirtin e Allahut të lartësuar gjatë natës. Mirë po e ka thënë të dua me bindje absolute të plot në fjalët dhe në kuptimet e kësaj duaje, ky person do të jetë në xhenet. Dhe unë a them me bindje dhe pse jo do ta përforcojmë inshallah Zoti dhe gjatë fjalimit. Kjo është ajo duaja që ne dhe ajo lutja që ne na lipset, na nevojitet në çdo çast, në çdo moment, si individ, por njëkohësisht dhe si bashkësi dhe si shoqëri. Thot pejgamberi alayhis salam, më e rëndësishmja e duave, zotëria i lutjeve apo e lutjeve, është që robi të thot dhe njeriu të thot, o Allah, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani, wa ana abduk, wa ana ala ahdik wa wa'dik mastata'tu. A'udhu bika min sharri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Këto fjalë. O Allah, i drejtohet zemra e besimtarit Zotit gjithësisë duke i thënë: O Allah, ti je Zoti im. Nuk ka Zot tjetër përveç teje. Askush nuk i meriton adhurimet e mia, lavdet e mia, lutjet e mia përveç teje. Ti je ai i cili më ke sjellë në ekzistencë, më ke krijuar, dhe unë nuk jam gjë tjetër përveç se robi tënd i nushtruar, i përulur dhe i bindur. Unë të kërkoj mbrojtje ty nga të gjitha pasojat e gjunave, mëkateve dhe zgjedhjeve të gabuara të mia. Jam i vetëdijshëm dhe shumë mirënjohës dhe falenderues për gjitha mirësitë e shumta të cilat zbresin prej teje. Pa ti mi bën risk. Ashtu siç jam i vetëdijshëm dhe i pranoj të gjitha gjunat dhe mëkatet e mia. Për këtë arsye o Zot, mi fal që të gjitha gjunahet, sepse askush nuk i fal gjunat përveç teje. Unë jam i bindur se askush nuk i fal gjunat përveç teje. Kush e thot këtë dua, thot profeti i Zotit, në mëngjes apo gjatë ditës dhe ja cakton Allahu lartësuar të ndrojë jetë, e ka të garantuar xhenetin. Dhe kush e thot në mbrëmje dhe ndron jetë gjatë natës, me bindje absolute në këto fjalë të cilat i nxori prej gojës së tij, e ka të garantuar xhenetin. Pse pikërisht? Sepse këtu nuk bëhet fjalë për disa fjalë të nderuar. Po këtu bëhet fjalë dhe kuptojmë rreth qëndrimit të një njeriu i cili demonstron, i cili pohon me bindjen absolute disa koncepte, disa
parime, disa bazë të cilat janë esenca dhe themelet kryesore të ubudijes, të qenurit rob i Zotit, të qenurit krijesë dhe rob i Zotit të lartësuar. Dhe zakonisht kjo dua, kjo lutje është e përshtatshme që të thuhet në momentin që njeriu është i vetëdijshëm se ka bërë një kundravajtje të caktuar. Ka thyer një rregull apo një normë të caktuar. Ka gabuar diku. I bie që ne na lipse dhe na nevojitet që ta themi këtë dua mëngjes dhe mbrëmje dhe në çdo moment, sepse nuk është çudi, madje është e sigurt që ne në një farë mënyre, kush shumë dhe kush pak, e kundërshtojmë Zotin dhe jemi mëkatar mëngjes dhe mbrëmje dhe çdo ditë. Çfarë i themi Allahut të lartësuar? Çfarë thotë ky rob besimtar nëpërmjet kësaj lutje? I drejtohet Zotit i gjithësisë duke i thënë, duke pranuar pikë së pari pozicionin korrekt që duhet ta pranojë çdo njeri në jetën e tij. Shikoni se sa e madhërishme është, shikoni se sa e mrekullueshme. O Allah, pra i drejtohemi Zotit i gjithësisë duke i thënë, ti je Zoti im. Ente Rabbi. Kjo nuk është një fjalë goje. Këtu në një farë mënyrë pozicionohet shumë e rëndësishme që njeriu në jetën e kësaj bote të gjejë pozicionin korrekt, të gjejë se ku e ke pozicionin. E dini që përgjatë historisë dhe vazhdon madje si proces, ka patur edhe njerëz të cilët kanë pretenduar të qenurit Zot, deri aty sa kanë pretenduar cilësi hyjnore, atribute hyjnore, siç ka qenë Firauni, por jo vetëm. Ka patur të tjerë të cilët edhe nëse nuk kanë arritur deri aty sa të kenë pretenduar cilësitë hyjnore, pra të qenurit Zot, kanë arritur deri aty sa që minimumi të panevojshëm për këtë Zot, siç janë ateistët, apo siç janë ata që nuk besojnë tek Zoti i gjithësisë, muslimani me bindjen, me njohurinë, me mirësinë, me udhëzimin që ka dhënë Allahu lartësuar, ka gjetur atë pozicionin korrekt se ku duhet jetë në jetën e tij. O Allah, ti je Zoti im. Kjo nuk është e thjeshtë. Sepse po të ishte e thjeshtë, do ta kishin arritur që ta gjenin këtë pozicion njerëz të caktuar të cilët kanë doktoratura, njerëz të cilët kanë vite shkollë, që një Zot e di se sa posedojnë. Dhe nuk e kanë gjetur dot të formulë. Prej tyre ka që Zoti i tyre është bagtia, është lopa, prej tyre ka që Zoti i tyre është pema, prej tyre ka që Zoti i tyre është diçka tjetër prej sendeve që vetë Allahu lartësuar i ka krijuar. Kujtoni se është e thjeshtë kjo? Jo, ka prej njerëzve të cilët edhe pse kanë studiuar dhe kanë shtrydhur truat e tyre në bankat e shkollës për vite të tëra, ndoshta pjesë të mirë të jetës së tyre e kanë kaluar duke shfletuar libra dhe njohuri të caktuara dhe nuk janë pozicionuar korrekt në jetën e kësaj bote. Prandaj të thuash, o Allah, ti je Zoti im. Nuk ka Zot tjetër përveç teje. Të gjitha lavdet dhe adhurimet dhe lutjet e mia kanë gjetur adresë, kanë gjetur derë ku trokitet. Kjo nuk është e thjeshtë, prandaj falenderojmë Allahun lartësuar që na ka orientuar dhe na ka udhëzuar në këtë mirësi. Por njëkohësisht, njeriu në këtë moment kur i drejtohet Allahut lartësuar me këtë lutje, zhvishet nga të gjitha atributet e tij. Nga ato atribute mendjemasie, krenarie, arrogance. Atëherë, mua s'më bëhet gjë tjetër veç të them, unë jam robi yt, i nënshtruar, i përulur dhe i bindur. Wa ana abduk. Por shikoni se sa bukur pastaj në vazhdim dhe thot, wa ana ala ahdik wa wa'dik. Dhe unë vazhdoj t'i përmbahem zotim premtimit dhe beslidhjes që kam me ty o Zot. Vazhdoj t'i përmbahem. Pavarësisht se kam gabuar, pavarësisht se kam mëkatuar, pavarësisht se kam cënuar apo e kam dëmtuar në një farë mënyre imanin, besimin tim, jo, nuk kam hequr dorë. Mirë po vazhdoj akoma në këtë kontratë dhe në këtë beslidhje që kam me ty o Zot. Dhe cila është kjo kontratë? Është beslidhja hyjnore, më fisnikja, kontrata më madhështore, ajo që ka firmosur robi, unë, ti, çdo musliman, çdo besimtar dhe çdo besimtare pasi ka dëshmuar la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, se do ta adhuroj Zotin e gjithësisë derisa të frymoj, derisa të ketë shpirt. Ka një firmë. Dhe vazhdoj t'i përmbahem kësaj kontrate, e godita po, e cënova po,
është dëmtuar në një farë mënyrë nëpërmjet këtij mëkati që unë bëra, këtij gjunau, po. Po çfarë dua? Dua nëpërmjet kësaj lutje ta ripërtëri dhe një herë. Ta riparoj dhe një herë. Si puna atij i cili ka një makinë, bën një aksident, Zot na ruaj që të gjithëve, e dëmtoi makinën. Me të shpejt shkon tek ustaj, do që ta ripërtëri dhe do që ta rikthej dhe një herë në gjendjen fillestare, në atë gjendje që kishte. Unë godita, cënova, dëmtova imanin, besimin nëpërmjet një mëkati të caktuar, nëpërmjet një gjunau të caktuar. S'kam qenë korrekt të javë me namazin. 5 herë në ditë s'të kam thënë faleminderit si ti e meriton. E godita, e cënova këtë kontratë, por nuk kam hequr dorë, jam musliman. Të dua o Zot, shpresoj në mirësitë tua, kam frikë ndëshkimin tënd. Prandaj kërkoj dhe një herë tjetër ta ripërtëri, ta përsos këtë kontratë. Wa ana ala ahdik wa wa'dik mastafat. Pra sa ka mundësi, sepse asnjëherë nuk të dedikoj dot o Allah atë gjë që ti meriton. Ajo gjë që ti meriton është shumë. Ti meriton më shumë se sa ta mbaj ballin gjithë jetën në sejdë. Gjithë jetën në sejdë. Sa është jeta që ne do të jetojmë? 60 vite, 70, 80, 100. Na dhënë të Allahu jetë sa më shumë në punë të mira. Mi po shumë e shkurtër. Njerëzit përpara nesh në kohët e hershme kanë jetuar nga 800 vite, 800 vjet, 900, 1000. Nuhi alayhis salam vetëm në misionin e profetit ishte 950 vjet. Ajo nëna besimtare që i kishte vdekur djali i ri, kalon një profet dhe gjën Varreza, një nën që qante dhe vajtonte dhe pyet pse moj nën? Po qa, ka vdekur djali morbir. Sa vjeç ishte djali tënd? Kur vdiqi, kur ndroi jetë? Thot 250 vjet. 250 vjeç? Thot po. Thot oj nën, pasha Zotin, profetin që i kishte dërguar Allahu dhe i shpallte në atë kohë. Do vi një kohë që jeta mesatare e njerëzve do të jetë nga 60 deri në 70 vjeç. Thot sa? 60, 70 vjeç? Thot po i nën. Thot pasha Zotin e gjithësisë, po të jetoja unë atë periudhë, do ta vendosja ballin në sejdë dhe kur nuk e çoja derisa të merrte shpirti i Zotit. Të kuptohet. Merrni një mesazh. Të kuptimin shumë pak. Shumë pak mos të bësh durim duke adhuruar Zotin, shumë pak mos bësh durim duke u privuar nga gjunahet, shumë pak nuk duron dot 60 vite. Në këtë manual dhe në këtë rregullore hyjnore të mrekullueshme që të ka caktuar Zoti i gjithësisë, pasha Allahun e vendosja ballin e sejdë dhe më nuk e çoja i thotë kjo. Prandaj mes të fat unë vazhdoj të jem brenda kontratës o Zot. E respektoj. Nuk kam hequr dorë, nuk e kam grisur këtë kontratë që të adhuroj me sa kam mundësi, sepse ajo që ti meriton është jashtëzakonisht e madhe, është jashtëzakonisht shumë. Mirë po shikoni se si edhe ne i dedikojmë Allahut të lartësuar nëpërmjet kësaj duaje, nga dishmërinë për të adhuruar, por njëkohësisht i njohim vetes tonë dhe një mangësi dhe një tëmet, që gjithmonë i kemi aftësi të kufizuara në një farë mënyre. Harrojmë, lodhemi, dembelosemi, hutohemi, na merr dunjaja, kujtojmë dhe jetojmë sikur jemi të përjetshëm, babëzi, lakmi, armisi, urrëtie, inate, thashë theme, muhabete pa fajde, pa dobi, jetojmë si të përjetshëm. Plane, ëndra, iluzione, grumbullim pasurie, sa që edhe 7 brezave u mjaftojnë, por përsëri pa ngopje. Dhe në një farë mënyre, pastaj veshim kostumin, dhe vendosim edhe kollaron, edhe duam të sillemi dhe duam të hiqemi përpara të tjerëve si njerëz. S'kam bet më prej njerëzllëkut. Prandaj, mes të fat, i njoh mangësitë e mia o Zot. Ama e ruaj këtë kontratë, do bëj maksimumin që ta ruaj këtë kontratë, e tedri me haqullahi ala al-ibad, e di se cila është e drejta e Zotit kundër robëve të tij, e di që Allahu ka të drejta kundrejt robëve të tij, i ka krijuar, i furnizon, i ka sjellë në ekzistencë, i furnizon, i fal, i mëshiron, i afatizon. A di që ky Zot ka të drejta kundrejt robëve të tij? Tha. Allah dhe i dërguar i tij e di, më së miri, tha Muadhi radhiyallahu. Tha ta adhurojnë atë dhe mos t'i shoqërojnë askënd në adhurim. Por e di se çfarë u ka premtuar Allahu këtyre njerëzve të cilët
do të adhurojnë dhe nuk do t'i shoqërojnë dikën në adhurim? Allahu dhe i dërguari i tij e di më së miri, o i dërguari i Allahut. Thot Muadhi, thot Allahu ka garantuar xhenetin, ka garantuar se do t'i fali, do t'i futin në xhenet. Kjo është kontrata, kjo është beslidhja që kanë nështruar besimtari me Zotin e gjithësisë. Kontratë e shenjtë, e shtrenjtë, mund të dëmtohet në momentet caktuar, a hutohemi, a gabojmë, a mëkatojmë, a na shkon mendja për keq, apo ndonjëherë sillemi jo si robër Zoti, po. Mi po me të shpejt, i drejtohemi Allahut të lartësuar me këtë dua madhështore dhe i themi, vazhdoj akoma o Zoti im, e di që ti je i gjithëmëshirshëm, dhe e di shumë mirë që porta e pendimit tek ty është e hapur derisa të lindi dielli nga perëndimi. Prandaj më gjën mua duke nxituar, duke shkuar tek Zoti im plot shpresë, dhe duke lakmuar mëshirën e Allahut të lartësuar. Dhe i them, i deklaroj Zotit gjithësisë, dhe njëherë ripërtëritjen e kësaj kontrate është dëmtuar, po, por e ripërtëri zemrën time dhe përmirësoj qasjen time dhe qëndrimin tim përpara të madhërishmit. Dhe ju kujtoni se nëse shkon dikush tek Allahu i lartësuar në këtë gjendje, me përulje, me modesti, me sinqeritet i vërtet kur thot u pendova, kujtoni ju se ta refuzoi Allahu dhe nuk do ta fali? Edhe nëse gjunaat e këtij njeriu kanë arritur kulmin e qiellit dhe kanë mbushur plot sipërfaqen e tokës, ghafartu leke wala ubali. Unë t'i fal që të gjitha, thot Allahu i lartësuar, dhe kjo për mua nuk përmban asnjë problem, asnjë vështirësi, i fal që të gjitha Allahu i lartësuar. Mes të pat, mirë po aq sa kam mundësi. Por kjo fjalë, aq sa kam mundësi, aq sa është në mundësinë time, është kaq madhështore, kaq shpresdhënëse, por njëkohësisht dhe shumë friksuese dhe kërcënuese. Sepse kërkon prej nesh që ne të shpenzojmë gjithë energjinë tonë në rrugë të Zotit, mirë po pjesa shpresdhënëse është, pasi e ke shpenzuar gjithë energjinë tënde në rrugë të Zotit, atëherë nuk e detyron Allahu një person përtej mundësive të tij. Nuk e ngarkon Allahu një person përtej mundësive të tij. Dhe këtu pastaj njeriu tregohet i sinqert dhe i vërtet me veten e tij dhe e bën llogarin deri ku e ke mundësinë. Mos e gënje. Të gjithë mund t'i gënjesh, por veten nuk e gënjen dot. Të gjithë mund t'i gënjesh, Zotin tënd nuk e gënjen dot deri ku e ke mundësinë, deri ku e ke hapin. Prandaj tregohu i sinqert me veten tënde, tregohu i sinqert me Zotin tënd kur thua nuk mundem, nuk kam kohë, nuk kam mundësi, sepse pastaj na tradhton vetja jon. Se si çuditërisht gjejmë kohë pastaj për gjithçka, po për të falur nuk gjejmë dot kohë. Gjejmë kohë për gjithçka, po për të ardhur në xhami nuk gjejmë. Gjejmë kohë për gjithçka, po për të kushtuar 5 minuta prindërve tanë, nuk gjejmë kohë. Gjejmë kohë për gjithçka, mirë po për të çuar në vend detyrimet përgjegjësi që kemi, ndoshta nuk gjejmë dot kohë. Prandaj tregojmë të sinqert dhe të vërtet me veten tonë, të nderuar. Kërkojmë mbrojtjen tënde për pasojat e gjunave të mia. Kërkojmë mbrojtjen tënde o Zot. Nuk kam ku të strehohem. Kam gabuar diku, kam qenë në një kundravajtje në një problem, ku do strehohesh? Kush do të ndihmoj? Atëherë, ku do të strehohemi? I themi Allahut, kërkojmë mbrojtjen tënde, po strehohem tek ty o Zot, nga se do strehohemi tek Allahu i lartësuar. Nga pasojat e mëkateve tona. Dhe kujtojmë se fjalët që ne themi janë pa pasoja. Kujtojmë se hapat që hedhim në momentet e caktuara drejt vendeve të ndaluara janë pa pasoja. Kujtojmë se të heqja dorë nga detyrimet, nga përgjegjësitë është pa pasoja. Omer ibn Abdulazizi, Allahu e mëshiroft, njeri nga më të mrekullueshmi që krijoi Zoti i gjithësisë, mori një detyrë, një përgjegjësi, ishte udhëheqësi, halife, udhëheqësi muslimanëve. I thot shokut të tij, i cili ishte njeri i ditur, i thot pasha Zotin kam shumë frikë. Ditën që mori përgjegjësinë, detyrë, amanet, ke të bësh me fatet e njerëzve, ke të bësh me furnizimin e njerëzve, me rrisjet e tyre, ke të bësh me ndjenjat e tyre, i thot kam shumë frikë, thot për detyrën që kam marrë. I thot, unë do të isha i shqetësuar, po mos të kishe frikë. Do të isha shumë i shqetësuar nëse nuk do të kishe frikë. Fakti që ke frikë, kjo më qetëson, sepse do të bëj më të përgjegjshëm dhe më të arsyeshëm në çuarjen në vend të misionit. I thot pastaj Umeri, i thot shokut të tij, thot atëherë më këshilloj, thot. I thot do këshill? Po. Kujtoj gjithmonë
që Ademi doli prej xhenetit, Ademi alayhis salam doli prej xhenetit thjesht për shkak të një gjunahu. Allahu e nxori prej xhenetit thjesht se gaboi një herë, bëri një gjunah. Hëngri prej asaj pemës që ja kishte ndaluar Zoti i gjithësisë. Kjo gjë të shoqëroj gjatë gjithë jetës. Që do thotë mos harro se mëkatet dhe zgjedhjet e gabuara dhe veset dhe gjunahet kanë përgjegjësi. Kanë të vinë me pasoja më saktë. A nuk thot pejgamberi alayhis salam ndodh që dikujt i pengohet një risk që ishte nisur ky risk për tek ai, për shkak të një gjuna, për shkak të një mëkati. Prandaj të çlirohemi orë të nderuar. Të çlirohemi nga veset dhe prangat e veseve, të gjunave, të mëkateve, të jetojmë si njerëz të lirë, të dëlirë, të pastër, të kulluar. S'kemi nevojë për haramet, pasha Allahun, nuk kemi nevojë për haramet. S'ke nevojë të jetosh duke bërë padrejsi, s'ke nevojë të jetosh duke vjedhur, s'ke nevojë të jetosh duke konsumuar diçka që është ndaluar, pasha Zotin e gjithësisë. Shejtani i mallkuar është ai i cili na zbukuron, hieshon, na lehtëson gjëra për të cilat Allahu thotë aty ke shkatërimin. Hiq dorë nga veset, o rini. O vëllezër nderuar. Shejtani zbukuron. Dhe ambienti na lehtëson diçka të tillë. Allahu ka mbushur dunjan, tokën me gjëra të këndshme, me gjëra të pastërta, të dobishme, të shijshme, që s'kemi nevojë. Ama nëse bindim vetëm, nuk kemi nevojë që të jetojmë me atë gjë që është ndaluar. Halali, e pastërta, shumë e gjerë, shumë e madhe. Prandaj i themi Allahu të lartësuar, jam i vetëdijshëm o Zot, pastaj vazhdon duaja për gjitha mirësitë që vijnë prej teje, që do thotë, nuk i harroj mirësitë tua. Unë jam mirënjohës, jam falënderues. Gjithmonë të falenderoj. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dhe nëse tentoni të llogarisni, të përllogarisni mirësitë e Allahut, nuk i përllogarisni dot. Prandaj vazhdo dhe falendero. Fokusohu tek mirësitë që ke dhe falendero shumë Zotin dhe ndjehu të ndihesh i pasur në shpirt, në zemër dhe në gjithçka. Dhe të thuash elhamdulillahi ala kulli hal, falënderimi takon Allahut në çdo gjendje. Pse se gjithmonë ka edhe më keq, ka edhe më problem. Por njëkohësisht jam i dhe i vetëdijshëm për gjitha mëkatet që të burojnë, dalin prej meje dhe ngjiten tek ti o Zot. Dhe shkoni se çfarë procesi ndodh, orë të nderuar. Shkoni se çfarë procesi ndodh. Çfarë ngjitet prej nesh? Mëkate, gabime, neglizhenca, shkujdesje, çfarë zbret prej Allahut, begati, mirësi, shërim, furnizim, udhëzim dhe kështu me radhë. Minimumi, unë jam i vetëdijshëm. Të falenderoj për mirësitë që vijnë prej teje o Zot, por njëkohësisht jam i vetëdijshëm se sa gabimtar jam. Prandaj faghfirli, mi fal që të gjitha këto gjuna o Zot. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Sepse askush nuk i fal gjunat përveç teje. Shkoni, më fal, ne nuk shkojmë të kërkojmë falje përpara njerëzve. Nuk vjen dikush prej muslimanëve të kërkojë falje përpara hoxhës. Përpara një njeriu i cili vetë mund të jetë më mëkatar se sa ai i cili në këto momente kërkon falje dhe e ndjen veten mëkatar dhe gjunafçar. Faghfir li, ti o Zot, kërkoj faljen tënde, sepse askush nuk i fal gjunat përveç teje. Kjo dua, që është quajtur më e mira duajve, lutjeve, më e kompletuara, përfshi të gjitha kuptimet e plota që duhet të ketë zemra një robi të penduar. Ky është ja. Allahu lartësuar na ka prezantuar, pra profeti alayhis salam na ka prezantuar nëpërmjet kësaj duaje atë profilin, atë personin e penduar të thyer i cili me të vërtet e di shumë që ka një kontratë dhe ka një raport me Zotin e gjithësisë. Po, do të gjesh dhe njerëz të cilët nuk janë të shëndetshëm në botë kuptimet e tyre, të cilët edhe nëse i thua kërkoj falje Zotit, nëse i thua shiko se jemi mëkatar, shiko se nuk kemi në rregull me Zotin e gjithësisë, thot ai pse më trajton mua si kriminal? Të çfarë kam bërë? Mos vallë kam vrarë dhe kam prerë? Vetëm kjo fjalë që thot dikush, se çfarë kam bërë, automatikisht e klasifikon atë si mëkatar dhe si gjunafçar. Prandaj besimtari gjithmonë dihet i thyer, i përulur, modest, shumë kërkon falje përpara Allahut të lartësuar dhe Zoti i gjithësisë ka premtuar për këtë njeri
se do ta doj. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allahu do ata që shumë pendohen. Allahu gëzohet me pendimin e dikujt. Më shumë se sa gëzohet dikush që e ka humbur shpresën për jetën dhe në një moment e rifiton përsëri atë. Imagjinoni pak, mund të ma përshkruani gëzimin e dikujt i cili i ka thënë mjeku një herë, do vdesësh. Ke jetë edhe 1 muaj apo 2 muaj. Dhe ky njeri fillon bën llogari tani me vdekjen. Pastaj imagjino ti vi përsëri ky mjek dhe ti thot, na bëj hallall. U gabuam. Jo, ti s'ka absolutisht as edhe një problem. Thjesht diçka të vogël, kalimtare. Ai mund ma përshkruash gëzimin e këtij njeriu? Allahu gëzohet me pendimin e dikujt prej nesh, më shumë se sa gëzohet ky njeri që rifitoi përsëri jetën pasi kishte bërë llogarit që do të kalonte tek Zoti i gjithësisë. Dhe gjithashtu Allahu lartësuar ka obliguar me lajket të kërkojnë falje për gjithë ata besimtarë të cilët ndihen mëkatar dhe gjunafqar dhe duan të përmirësojnë dhe të rregullojnë raportin me Zotin e gjithësisë. Mirë po, unë e përfundoj orë të nderuar, thjesht me një fjali dhe një ngjarje. Fjalia është pendimi, është pendohesh dhe të kërkosh falje Zotit i gjithësisë, është gjëja më madhështore që mund të bëjë një njeri. Mirë po, nuk është fjalë goje. Është një rrugë që duhet ndjekur. Dhe është një revolucion, është një ndryshim, është një jetë e re. Dhe ndoshta ky fjalim sot ka edhe kuptim me që filloj një vit i ri, po themi. A ka mundësi të filloj një jetë e re, një stil ndryshe të jetuari, të menduari, të sjelluri, të prishim disa rutina, të ndryshojmë disa shoqëri, të ndryshojmë disa adete, koha nuk pret, ditët kalojnë. A ka mundësi? A nuk e ka kaq mundësi që të ndryshoj dhe të përmirësoj dhe të fokusohem tek modelet më të suksesshme që më rrethojnë dhe të bëj atë ndryshimin e madh. Ky është pendimi. Nuk është pendimi thjesht një fjalë goje dhe thuash, më fal o Zot, dhe ti je, më fal o Zot, dhe e ke bërë gati planin për ta kundërshtuar atë. Këtë nuk e pranon Zoti. Këtë pendim. Allahu pranon pendimin dhe fal gjunaun kur njeriu thotë më fal, ndihet i penduar për faktin dhe i keqardhur për faktin që ka kundërshtuar Zotin e gjithësisë, është i vendosur që më kurrë nuk kthehet në atë mëkat, pavarësisht se mund të kthehet. Ama në këtë moment ai është i vendosur që kurrë më nuk do të kthehet në atë mëkat. Gjithashtu heq dorë në moment dhe këtë gjithën këtë e bën për hir të Zotit, dhe nëse ka gabuar karshi dikujt dhe duhet i kthej hakun dikujt, shkon dhe i thot ma bëj halal ose i kthen hakun. Po, këtë e falë Zoti i gjithësisë. Dhe doni edhe diçka shumë të rëndësishme orë të nderuar. E dini, unë jam i bindur që besimtari posedon një zemër që vjen shumë keq që nuk është akoma në rregull me Zotin e gjithësisë. Ja, unë kam mendimin e mi për gjithë ju që jenë pranishëm këtu tani. Duke filluar që nga unë i pari, më mëkatari. Ne nuk është se nuk duam të ndryshojmë. Ne nuk është se nuk duam të përmirësojmë raportin me Zotin. Ne nuk është se nuk e dim dhe nuk jemi vetëdijshëm që nuk jemi atje ku duhet si rob të Allahut. Po dini pse nuk ndryshojmë dot? E dini pse nuk përmirësohemi dot? Sepse ndryshimi dhe përmirësimi nuk është një fjalë goje. Po të ishte një fjalë goje, do ta bënim. Mirë po është revolucion. Dhe ne nuk jemi të gatshëm të bëjmë revolucione. Madje njeriu nuk i pëlqen të bëjë revolucion. Njeriu dëshiron të jetë gjithmonë në atë rahatin dhe të mos prishi komoditetin, të mos prishi rahatin. Mirë po, pendimi është tjetër gjë. Pendimi është revolucion. Si i thot ai njeriu i mençur dhe i dijshëm atij që kishte vrarë 99 veta? Po. Përgjatë historisë ka patur një njeri i cili kishte vrarë 99 veta. Ajo historia që ju e dini që të gjithë. Filloi dhe ngacmonte për brenda dhe thoshte, "Ore, ka shpëtim, mund të ketë shpëtim për mua. Mund të më fali mua Zoti." 99 veta, 99 bakti të kishte shkelur. Në kuptimin ti kishte vrarë, dhe përsëri një njeri e quan tragjedi të madhe, 99 veta. Shkon tek një njeri i cili ishte referencë për njerëzit për adhurimin e tij, por i pa ditur. Thotë kanë vrarë 99 veta, a mund të fali Zoti? Thotë, si orë 99 veta. Si do të fali Zoti ti? Ti je kriminal. U ngarkua akoma më shumë sa që vrau dhe këtë person dhe i bëri 100, i plotësoi 100 veta. Por përsëri për brenda e ngacmonte diçka dhe i thoshte, "Jo, patjetër që ka një Zot,
i cili pranon dhe gjuna fsharët, pranon dhe mëkatarët të cilët duan të ndryshojnë, duan të përmirësohen, kur janë të sinqertë dhe të vendosur, shkon pastaj interesohet dhe orientohen tek një njeri i dishëm. Aty pastaj e gjeti dermanin, e gjeti zgjidhjen. Thotë kam gabuar, 100 veta kam vrarë. Më fal mua Zoti, tha të fal ti Zoti. Nuk mund të guxoj dikush dhe të të pengoj në mëshirën e Allahut të lartësuar. Askush nuk ka ta grin të pengojë mëshirën e Zotit të gjithësisë. Mirë po, me kusht. Orbiri thotë, po do të ndryshosh dhe po do të përmirësohesh, largohu nga vendi ku jeton. Braktisa atë bashkësi, braktisa atë shoqëri dhe shko drejt këtij vendi, drejt këtij fshati që dominohet nga njerëz të mirë dhe besimtar. Aty Zoti, aty pastaj do të fali Allahu lartësuar. Këtë gjë bëri, mblodhi plaçkat, ndryshoi komplet sistemin e jetës. Imagjino se sa i vështirë është emigrimi, do fillonte një radhë të re. La të gjithë kaluarën e tij, familjen, ndoshta pasurinë, në emër të kujt, në emër të pendimit, në emër të përmirësimit, në emër të një jete të re. Kjo është ajo që nuk e bëjmë dot ne. Nuk ndryshojmë dot shoqërinë, nuk ndryshojmë dot zakonin, nuk ndryshojmë dot disa orare, nuk ndryshojmë dot disa qefe, disa komoditete, këtë nuk prishim dot ne. Dhe duam që të falemi nga Zoti, po pa lëvizur vetë. Këtë duam ne. Jo, kjo kështu nuk ka. Pendim të tillë dhe falje të tillë nga Zoti i gjithësisë është pak e vështirë që të ndodhi. Këtë gjë bëri ky person dhe pastaj ku shkoi? Aty derisa ishte në mes të rrugës, nuk arriti dot në destinacion. I erdhi Exheli, i mori shpirtin e Zotit të gjithësisë. Dhe na lajmëron pejgamberi alajhissalam që është prej banorëve të xhenetit. E mëshiroi Allahu, sepse pas Zoti i gjithësisë sinqeritet, vendosmëri dhe revolucion në jetën e tij dhe sakrificë. Dhe Allahu lartësuar i fal që të gjitha gjunat përderisa robi ka këtë qasje. Që lutim Allahu lartësuar që ne të na fali, të na mëshirojë dhe të na mbulojë me mirësitë e tij. Këto ishin disa fjalë të nderuar, na bëni Allah edhe për zgjatjen. Shumë e rëndësishme që të paktën prezenca që bëjmë ditën e xumë në xhami, të jemi të vëmendshëm dhe të dalim me disa parime, me disa koncepte. Jo thjesht të karikohemi në aspektin emocional. Jo thjesht shkova në xhami, Allahu inshallah do ma bëj mbar, sepse prezantova ditën e xumë, patjetër dhe Allahu ta bëj mbar, nuk diskutohet. Po ka mundësi të ndreqim disa parime, disa koncepte, disa norma në jetën tonë. Dhe sot me të vërtet morëm një normë shumë të rëndësishme, shumë të shenjtë. Morëm atë më të mirën e duave, sepse të gjithë jemi mëkatarë që nga unë i pari. Gabova, me të shpejt trokas tek dera e Zotit dhe thëmë më fal. O Zot, dhe lexojmë të dua, nëse nuk e dim, përmendesh. Dhe kemi të bëjmë me një Zot i cili i fal që të gjitha gjunahet, pa përjashtim, mirë po ndrysho për hir të Zotit tënd, ndrysho pastaj për hir të vetes tënde, ndrysho dhe mëshiro prindrit e tu, ndrysho dhe përmirëso dhe mëshiro bashortën tënde, se nuk ta ka borxh, ndrysho për hir të fëmijëve të tu, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, meraku Ibrahimit alayhisalam ishte, thoshte ju drejtua Allahu të lartësuar duke i thënë o Allah, bëj që njerëzit të më përmendin për mirë. Ndrysho për hir të fëmijëve tu, në mënyrë që të nderohen dhe të krenohen kur të thonë jam i biri filanit. Kam pat këtë nën, kam pat këtë baba. Dhe mos u ul kokën. Pse se sot ti nuk bën dot zap gjunahet, sepse nuk bën dot zap veset, sepse nuk jeton dot me pak për halal. Ndrysho dhe për shoqërinë dhe për bashkësinë. Dhe mëshiro dhe njerëzit, sepse Allahu lartësuar thotë dhe ruhuni prej atyre gjunave, të cilat dhe ruhuni prej atyre ndëshkimeve të cilat nuk përfshin vetëm mëkatarët, por përfshin të gjithë bashkësinë. Ky shi, ky rrebesh, këto përmbytje, këto thatësira, këto zjarre, patjetër diku adresohet problemi. Është diku problemi. Patjetër që lutim Allahu lartësuar të largojë gjitha sikletet e vështirësitë prej nesh dhe prej popullit tonë. Dhe kërkojmë Allahu të lartësuar që na falë, të na mëshirojë, dhe kërkojmë Zotit i gjithësisë të na përmirësojë zemrat, dhe ne dëshmojmë dhe deklarojmë se gjithmonë, o Allah, jemi në maksimum përpiqemi të përmbajmë kontratës dhe marrëveshjes që kemi nënshkruar me ty, dhe lutim Zotin e gjithësisë që Allah të na ndihmojë, të na furnizojë, të na mbulojë me mirësitë e tij. Aqulu ma tasma'un astaghfirullaha al-azim li wa lakum.